dashur shikues të Pasion e Profesion, jemi në një destinacion shumë të veçantë e shumë të bukur. Jemi larg të llovisë së qytetit, jemi tek kasollët e Zanave. Është pra ky vend fantastik ku mund të gjeni aktivitete të ndryshme për fëmijët e juaj, për juve, por gjithashtu edhe mund të gjeni qetësinë në këtë vend, sepse mund të vini dhe të shfrytëzoni këto villa që janë brapa meje, të pushoni dhe të kaloni sa më bukur këto. Është një vend që për një met bën me arru se ku e ki telefonin, unë për momentin prej që ko marrë këto, nuk e di as ku ndodhe telefoni im, sepse jam duke e shiu shumë. Për më shumë detaje, për kasollët e Zanave do na jap edhe Agron Rexhepi, i cili është bashkë themeluesi i këtij vendi kaq të mrekullueshëm, se çka përmban këto, çka mund të gjeni, çfarë aktivitete të ndryshme për fëmijët e juaj dhe për ju mund të gjeni këtu, atëherë ai do na jap detaje të ndryshme i cili po na pret aty, por gjithashtu unë jam duke mendu që që shko me u këthy në qytet. Nuk e di që shko me u këthy në qytet unë prej këtij ambienti kaq të bukur, sepse me të vërtetë është qetësi absolute dhe ka, siç e ceka edhe më herët, aktivitete të shumta të cilat të bojnë që mos me mendu rikthimin në qytet as pak. Agroni po na pret që me na tregu më shumë dhe me na vizitu këtë vend kaq të bukur. Agroni pra bashkë themeluesi i kasollëve të Zanave. Agron, faleminderit shumë që na prite. Përshëndetje, mirë se erdhët. Është kënaqësi e madhe me qenë këtu edhe me i pa më nga afër të gjitha aktivitetet, por ndoshta edhe ushqimin, restorantin, produktet që i keni në këtë vend të mrekullueshëm. Gjithsesi. Përgëzime. Faleminderit. Sepse është vërtet një vend që thash edhe më herët para shikuesve që nuk e di që shko mu kthy në qytet. Nuk po du me u kthy mona të llovi. Jo. Edhe unë prej se kena fillu projektin, shumicën e kohës e kaloj këtu, ju mboni fare lloj vendasi prapashticës për momentin. Kemi me vizitu të gjitha vendet realisht me Agronin, para se të filloj me na tregu se si ka ardhur deri te ideja e themelimit këtij vendi, do shta me na tregu pak këtu këtë hartë. Po. Tash, fshati Kasollët e Zanave si projekt është fillu në vitin 2020, gjatë pandemisë, pas pandemisë, dhe ka fillu pikërisht këtu, ku është kasollja e ëndrave. Pse kemi qytë kasollja e ëndrave, është se aty edhe gjithë ëndra e kasollëve të Zanave filloj, do të thotë. Njëri pi bashkëthemeluesve tonë Betimi e ka pasi shtëpi pushimi, cilën na krejt si shoqëni e kemi shfrytzu, edhe shumë ka zgju kurreshtje, shumë njerëz na kanë pyet ku është, a ka restoran, a ka aktiviteta, mujna me ardh. Ne gjithashtu kemi bo kalerim që moti do thotë, para si me hap kasollët e Zanave, edhe ajo ka qenë domethënë një shtytje që shumë njerëz na kanë pyetur a mujna me ardh me kaleru. Edhe kështu edhe filloi e gjithë ideja, do thotë në kasollën e ëndrave lindi ëndra për kasollët e Zanave. Fillojmë këtu, vazhdojmë te restorani që është te pika 4, tu shkojna njerët e sheshi me gur, te restorani i vizitojna disa bujtina, kina me shku te kopshti i Kazhët, që është një mrekulli që nuk ekziston do thotë në trojet tona, edhe do përfundojmë te kasolla e ëndrave. E mezi po presun me i pa gjitha rend. Ne i kemi gjithsej 22 kasolle, i kemi 9 kasolle të vogla për 2 persona, që kanë banjën, që kanë një kuriozitet, një gjë shumë interesante, flet në kasht. E kemi hulumtu dhe e kemi kuptu që kashta ka një efekt qetësues edhe i ndihmon gjumit, ajo era e kashtës, edhe flajten ato. Më pas i kemi 9 kasolle të mesme, edhe ato i akomodojnë deri në 5 persona. I kemi 3 kasolle pak më të mëdha që i akomodojnë deri në 7 persona, që e kanë saunën mrena, e kanë një hot tub jashtë. Hot tubi është i veçantë sepse nxehet uji me kaftor, do të punohet me dru aty. Edhe kemi kasollën e ëndrave që është ajo pjesa ajo më e madhja, të cilën ne që është ndoshta edhe për grupe dhe ndoshta më shumë familje. Po, deri 10 persona mund me besu disa familje ose një familje më e madhe, mund ajo ka edhe pishinën e vet, edhe i ka një 2 hektar tokë, edhe një pelg.
është një shesh të cilin ne kemi bo për qëllime me zhvillu aktivitete kulturore, animacion për fëmijë, kemi pas koncerte dhe neja të ndryshme këtu, si që ta që kena pasat festivalin e turshive. Domethënë, këtë ky shesh këtu është pikërisht vetëm për aktivitete kulturore. Fillojnë qëtu me alpaka, edhe lama që janë me prjarë për Amerikës Latine, për Andeve, manë si kafshë të pijake atje. Janë familje kameleoide, do me thonë, me devën, edhe janë shumë kafshë bukra, edhe kurioze. Kemi dhi, kemi dele, bulic, lop, magar, dera, imu, edhe ponit vogël I kemi këtu. Unë që kam shumë kurioze me pa bulicën. Bulicën e kemi aty. Nështë edhe për herë të pa njëtën teme. Po, se ma përpara në kanë shumë ma shpesh kemi ujtë me pa bulicën në Kosovë, po ta shumë pak. Edhe që ka disa ferma në Kosovë që majnë bulica. Tash se qumshti ty nevo shumë I shëndetshëm. Shumë serioze. Edhe djathi, po. Janë të pushu, kanë hongër tash mas ditë edhe tash janë të pushu. Kto e kam prjarë dhe për Australisë, edhe manë si ka shferma jo për vo ose për mish. Për herë të parë, jo veç në Kosovë, po dhe në Ballkan është zorbing. Okej, që shkartë kjo ide? Po kena këshyrë qka mujna me bo në ambientet hapuna, që është si aktivitet interesant, edhe që është rekreativ, edhe erdhëm, do me thonë, ide të zorbingut, e kemi pa që ka munges zorbingut, jo që ka munges, po s'ka heq. S'ka heq, Asë në Ballkan, do thot për herë të parë, në Ballkan kena me pas zorbingu, dhe shtegun mundi me pa aty që veç kemi fillu, është në përfundim. Okej, në përfundim. është në përfundim. Pra shumë shpejt, po besoj tash në pranverë. Në 21 mars, ditën e pranverës, do me thonë, e kemi lancimin e zorbingut. Agrën të flasim pasi që jemi edhe të restoranti, tash, a mundesh me na tregu pak se çfarë ushqimi mund të gjejnë të gjithë ata që vinë dhe vizitojnë këtë fshat turistik? Po, gjithsesi, mas pari të gjithë përbërësit të na në menu jemi mundu sa ma shumë do të thotë më furnizu prej fermave lokale apo pak edhe në Kosovë, po sa ma shumë sa ma afër do të thotë. Menuja është prap njëjtë, është ndërthurja e tradicionales me atë moderne, kemi misha të pjekur në mënyrë moderne, kemi pitën e kemi flijen. Na kena me provu që tash mishin e kingjit, që është një recetë e shtëpisë, është një recetë speciale, edhe shpresoj që do t'ju pëlqejë dhe do t'ju shijoni. Po besoj që po, pasi që I gjithë vendi më pëlqen shumë edhe shijoj kështu shumë edhe ambientin, po besoj që edhe ushqimi është fantastik. Po, a mundesh me na tregu pak se cila ndoshta është ai pjata që më shumë ti porositet kur të vinë këtu? Kemi shumë, jo është e vështirë, me të vërtet është e vështirë, e kemi këshyrë, e kemi bo një analizë pikrisht për me kuptu ato, se e dina pak a shumë që thojnë kuzhinjerat, ma është e vështirë se ne kemi si qendër pjatën kryesore, e kemi mishnat, po gjithë mishnat për ne me hecin shumë, e kemi pulën, e kemi biftekun, ramstekun, cila pjekën në skartë të stilit parrilla, stilit Argentinas, mase kemi brit dhe kingjin në furr, që pregaditen një mënyrë shumë speciale, dhe janë marinu me pak ma ndryshe se në vende tjera. E kemi supën që bo për domatev të pjekuna në furr, që prap është dhe më dhënë supa domatev, është diçka që botin, ama mënyra cilën na e bojmë është pak ma ndryshe që ajo është.